Është zonja Iqbale, 70 vjeçare, e cila ushtron saj sapo në fitness. A je lodh? Hiç. Keqa? Jo, u kur të vetë të knaqshna. Edhe motrat që motra e me ushtron shpe. Ka moj mosh, unë e qfar mosh, po se një vetin mosh. A se një vetën për po të vjetë, Po se një vetin keq, shka me fol. Vetëm numër, ato le ta din bota se vitet janë numër. Me ndëgju këtë këshill mirë edhe me arë në fitness. Përshëndetje miqtë e mi të Mediumi Shqiptar që kretë nga Onadeja. Si që po e shëni ko marrë këtu në fitness, po ju me ushtruane, po me e pa një zonjë të vërtet. Një zonjë që kur të shohëm, na me amori nati vetës. Është zonja Iqbale, 70 vjeçare, e cila ushtron saj sapo në fitness. E për me patë pozitivitetin e saj, energjinë e saj, ushtrime që ajo i bën, në ndishni. Zonja Iqbale, përshëndetje. Përshëndetje, zënë. Hajtë për qafi pak, se shumë pozitive, bre, vetë zonin këtë ako një e edhe ju bre të mirë shumë, edhe ju si engjë. A je lodh? Hiç. Keqa? Jo, u kur të vetë të knaqshna. Knaqshna. Rëzina pak që so ku ushtran? Unë ushtroj që 8 vite këto. Për ndryshe ku më ushtru si vaj, si fmi, më ushtru edhe kur më shpe atje me vegla, ku më ble orbit 3, ku më ble vegla, ku më ushtru shpe, po tash këto ku më filluan që 8 vite ushtroj rregullisht. E qysh e nise? A tha dikush shka se i e kiqat energji për fitness? E lëpsha unë fitnessin, po e lëpsha se të na atje u qelë fitnessi ku kum jetu në Preshevë, po unë atëherë mu dëshke me ardhë këto. Edhe nuk mujta aty me fillu, e dësha fitnessin e kum dashtë si fëmijet, edhe këtë familjarisht të me thonë, edhe motrat që motra e me ushtron shpe. E si ka mundësit me shku, se ka familje me pregadit me punë. Ama ushtrimet i bandë, do me thonë, familjarisht ushtroj. E unë në fitness, këm qef që të vi knaqë. Sa ku ka lënditje në fitness? 1 orë e gjysë deri në 2. Deri në 2. Çdo ditë rregullisht? Çdo ditë vetëm dillën s'ka fitness. A ke bu shoqëri këto fitness? Po jo, shoqëri shumë, se shumë shoqëria është e mirë në fitness, shkojnë shumë sinqert, njerëz shumë sinqert. Kupton? Njerëz më sinqert i gjen këto. Pa dallime, s'kam qef po dallime, po kupton? Po janë sinqert, janë të shoqënuar shumë, janë të mirë. Dalmi për fitnessit, e lam takime me dalmi për kafe, dalmi për rrim, knaqë. E të moshës tuaj, apo vinë të moshës tona? Pa kanë fillu me ardhër, se dhe qika 3-ja bojnë foto me mu edhe gjysheve të veta javqojnë, edhe gjyshet e tyne kanë fillu me ardhër. Kanë fillu, kanë fillu. Nuk ka numri madhë, po është mirë është. Qëro në të të po typ jam arinati vetës, unë si jam për fitness heq s'ma dënë edhe e këmë ljonë anash. Po tash kërë po të shë ty, i nati po më vjen për vetës. Po edhe po motivona. Vesh fillo se ma knaqësi. Une me shoqe shkoj shoqnuna, kam shoqe, kam familje, kam kreti kam. Mirë po kurve këto është knaqësia me madhe ime. Hajde pak po ecin, të regëna ushtrimet që te i bënë. Okej. Ka për vazhdojna? Tash, kjo është vegla e pare jemja që ushtroj. Po? E tash e dyta shkoj këtu. Shpak. Jo, hiç më stani. Hiç më së mboj, as? Po ka po del. Me që dim ka qëto? Të shop. Që ku dush t'jene dalë. Kjo është? Kjo është për kejt trupin. Për krejt trupin. E shese, kejt kjo pjesë shkon. E sa ushtimi bën kësaj? Tu ushtroj 10 minuta. 10 minuta që të pandoj? 5 këtu, mandej shkoj këtu, prap këthejmë atë kjo. A jenë të vështira për ty, a lodhësh? Jo. A pritën ka një rathu kër jenë shpire, besë për shkoj si jëmë lodhësët? Po mos me shku e se ka mirë, së mërë gjumë. A që ka që lidhë ti me fitness? Shumë jam e lidhë, seriosisht e kam. A shifa sinceriteti. A ke pas një paragjykim ose diçka me thonë, leje se po dëmtohesh, po shkak moshës që e ke, apo diçka? Po s'ka moj moshë, unë e qëfar moshë, po se një vetin moshë. A se një vetën për të vjetë, po se një vetin keq, shka me folë. A është balë qëto. Po, tash hajde tira të regëna, cila ti bënd të gjatë ditës? Kjo është ushtrimi bazë. S'ka moshë, eqa, për vjetë që i ki përgjësjen? Po s'ka moshë, unë mendoj për krejt njerëzit që nuk duhet mosha me
që këto 37,5. Me Kjo është e barkë. 37 kila, po. 37,5 e vjetë 38 qatë. Po për muë është s'kur me A lujtë të qënë pesha trona kështë e ki problem? Jo dhe shumë, po... Po shqo që ato tegët, a disa tronda janë. A i të qënë këto? Po i që i heko për atyhit. Qaja ma jo shumë, nuk e mundoj vetin shumë, vesh normal. A menen që mosha është veç numër? Vetëm numër, ato le ta din bota se vitet janë numër. Jeta është, ashtu si në ndin vetin, ashtu do të me folë. Vetëm me pyet njerin si po ndihesh, aja mjafton. Që tjetë njeri shëndosh. E mu fitnesim dhe ma shumë. Apo ma është rëngjyshën për bita dhe djeti Po ka? pasha zotin, e bjere. Po qëfar të lëshën zemra ato, valla? A, mjaftoj që kjo, Po, që të kalojmë tjetër Po, kohë. vazhdojnë atash me tjerat. Okej. E tash kalojmë në ndevesh të Marsende. E kam edhe... Hajde, po shkojmë qëto po vi. Hajde. Kjo është e qafës. Kjo është për qafë. Po. Këto e vlojnë 10 kilogram qafë mi bajt. Me 10. Po. E sa i bën të kjo? Se kjo 2 herë ka 7-8 minuta i bëj. Po juve 7-8 minuta. Po mjafton. Hajde. Çdo vegël e ka knaqësinë e vetë. Njeriu E si të bën ty mundi, për shkruna pak? po shumë e disponume, shumë e lumtur, nuk më dhem kurpon. Vetëm se krejt muskujt, krejt trupi relaksohet, edhe truni relaksohet. A është atë arsysh ma menën që du të me pas ta quem një farfur me obligim me anë fitness gratë, femrat, Duhet me musha pas jote? obligim, duhet, gjithçysh. Ajo që s'ka mundësi me ardhë këto, është mirë në shtëpi mi ba ushtrimet, ose me dalë me hesë, dikun në të pastër, ato që ka mundet me ba, për vetje me ba. A e bën shumica si pas teje për formë trupore, apo për shëndet? Cila është me arsyshme? Unë e mendoj për rinin që vjen këto, e bojnë për shëndet. Edhe e din pëse se lexoj, është telefoni, është krejt janë ushtrimet, uzimet, e bojnë për shëndet edhe duhen bukur. Rinin e Kosovës, këtë botën me hesë nuk e kima të bukur. Pse? Pse e mbojnë mirë mbajtjen. I kanë kushtet, prend jo punojnë, vetë punojnë, i kanë mundësi të vinë, ushtrojnë brami e marrë, këto veglat janë plot, kanë njerë dush me prit, për me që to ta lishoj që shtu Hajde. Apo është në ushtrim tjetër? Jo, që me to qëto? s'ko ushtroj pjo, veç ju tregova, po Okej. shpina më dhem këse u deshke me lëshu, adi, me fol shlirë, se që kjo nuk u zonë me konë që kjo qështo. Apo? Qështo me konë me folën, me majti qështo fort, 10 kilogrami majtën shumë me një venda, pëde. Atë ka shku me një më bu dhe trajnere, a heq? Mi mësu pak ti. Shkon bre mendja. Edhe mundem, po jo, ta shtrejat janë, ma mirë një lanë vend. Po mos i mund është Po pse jo? muj po mja zonë vendin një trejës është gjyna. Për besë, po, ashtu me ndoj. Po thua. Trejat kanë Veç qef për shtu me për punu vete. e tash. Ne e përmendëm a herët një lak me baletin diçka. Po, Na shtjellë pak ma shumë, qysh ke mua bete? për E ke njës për balet, a qysh? Në shkollët mesme, kur kom shku mjekësi, profesori i fiskulturës, kur kena dalë mi ba ushtrimet e para, tha, oj qik, tha, ti ke ardhë gabim këtë shkollë, tha, shko të në shkollë baletit. Po. Thash, pse profesor, thash, më unë e mjekësien e duhet di shka kom zgjedhë dhe kom ardhë. Tha, po, tha, ishtë në ti ki elastik, tha, trupin e ki për balerin. I kisha 54 kg, isha shtalë bere i shumë. Edhe nuk e ndrova se e kisha një arsye të fort, pse e kisha marrë mjekësie. Po ato tash nuk më mja spjegue, se është pak ma gjatë. Ani, mos na spjego. Ja u spjegoj kur duni. A që tash ti krymë ushtrimet tani. Edhe ti e le baletin. Shkova në Shkove heq, në fakt. Jo. Ani, së ma mirë fitness. Qa me Ma shumë.
që ashtu unë e shkru me, unë nuk isha mujtë me lanë mjekësi në korë. Dhe është një gjë që duhet spjegu. Një mesazh që dënë me përcjell për ata që të shikojnë. Një mesazh për ata që më shikojnë, që edhe këtu ka me ushtru. Për shikuesit e mi, kudo që janë, e kisha dhënë një mesazh shumë. Hajde. Kisha me thonë, me luftu për shëndetin e vetë, se fitnesi është shëndet. Edhe me ardhë në fitnes me ushtru, për të gjithë kishte me qenë mirë. Për të gjitha moshat që mujnë me ardhë me ushtru, ishte me qenë mirë. Mjafton një orë nditje me gjetë lirë për fitnes. Një orë? Një orë. Një orë është mjaftë, po. Mjaftueshëm që besoj gjithë se cili e mjaftueshëm është një orë me ardhë me ushtru, është mirë, për shëndet, është relaks, është shëndet, është knaqësi. Tregona edhe për fund, një ditë më smardh, çysh ndihesh ti? Ndina keq, di çka me bë, dalë shëtitje, po e din që po të mungon diçka. Dhe qyri derën këtu mbyll. Të me ta jap këtë inicial. Shëndeti, fitnesi është shëndet për një. Është shëndet. Unë e shumë dina mirë që kam fillu këtu me ushtru, se krejt ndryshon njeri, plotësisht. Me disponim, edhe truni është ma i këfjell, edhe trupi, edhe shpirti, se edhe shpirti njerit knaqët këtu për vjetë. Kisha dasht krejt me ndëgju këtë këshill mirë edhe me arë në fitness. Kjo këshill është për të gjithë. Te bi gjyshën kisme. Oh, bjerë më rëzemër me gjithë shetë. A mirë është ti me ta, është të rëndaj një marë? Unë e vi 5 minuta para asaj edhe fillojnë bashkë. Besa i ka 80 vjetë. Qyre vjetë këna thonë, s'ka vjetë. Po pa e së shështë e forcët e? Hajtë se forcoj. Hajtë se forcoj, ja? Forcoj. Unë të falenderoj shumë që gjithë e ku me ndo me neve, më nga të regu për aktivitetin, fitnessin që të mirë është në të Fitnesi është gjithë shka për mu, edhe për gjithë do të me qenë. Gjithë shka është. I përshëndesim ata që përna shohen, O, falenderoj. motivohen sa do pak I përshëndes dhe i dua ata të gjithë që vinë fitness.